Me kryetrajnerin e Atletik Klub Shkodra Elis Legata, torneu I rradhës Itali Legata. Me sa ekipe përfaqësoni? Këtë vit përfaqësohemi me 5 ekipe, rituali I çdovishëm, eksperjenca të reja, normalisht na pëlqen si aktivitet sepse është një nga aktivitetet më të bukura në Europë. Marrim pjesë me 5 skuadra, 2 skuadra U11 A dhe B, 2 skuadra U13 A dhe B dhe 1 skuadër U15. Profe, me sa fëmijë merrni pjesë në këtë torneo? Në total jemi rreth 60 fëmijë. Them drejtën kemi bërë një risi ndryshim me vitet e tjera sepse një pjesë të moshave të vogla I kemi transportuar me avion, sepse normalisht është edhe pak më mirë që ata mos luhen edhe rrugës. Nëse një pjesë tjetër të cilët kanë pas dëshirë udhëtimin me autobus janë pjesë e autobusit. Grupi I 2 do të udhtojë ditën e nesërme në orën 3:30 drejt Veronës. Besoj që do jetë një eksperiencë tepër e mirë sepse edhe udhëtimi me avion edhe aktiviteti atje është diçka tepër e bukur, por kemi shtuar një risi sepse I kemi organizuar fëmijëve një eksperiencë po harrueshme në Gardaland që ata ta shijojnë sa më tepër qytetin e Veronës. Profe, besoj objektivi është të riktheheni me trofe nga torneu. Them drejtën, për ne fillimisht ishin trofet, por duke kuptuar vitet në vazhdim, e rëndësishme është një eksperiencë tepër e mirë për fëmijët, që fëmijët socializohen sepse fëmijët kanë më majt më gjatë në ëndrat e tyre që kanë marrë pjesë në një torne të tillë. Sidomos do ishte luks edhe do ishte kënaqësi tepër e madhe po do ktheheshim në një torne, me një trofe falni, sepse është kërë sakrifica e këtyre fëmijëve që kanë bërë gjatë tan vitit edhe një trofe do ja bëhet udhëtimin edhe më të thjeshtë. Që sezon stafi teknik është shtuar me një emër shumë të njohur të futbollit shkodran dhe atij shqiptar si Eron Vucaj. Natyrisht shumë pozitiv. Them drejtën, për ne është kënaqësi të kemi pjesë stafit profesor Eron Vucën. Ne kena treguar më përpara që një akademi e cila kemi çdo ditë e rritje, çdo ditë e progres, normalisht duke afruar edhe emra cilësor. Falenderojmë profesor Erin I cili është është afruar për të bashkëpunuar në projektin ton, edhe urojmë sa më shumë suksese në skuadrën e 11. Suksese profesor. Ju falenderoj edhe juve se gjithmonë jeni prezent, gjithmonë jeni për krye në zhvillimit ose të aktivitetit që skuadrat e shumta në Shkodër bajnë në torne të ndryshëm. Një vlerësim tepër të veçantë për mjetën e Shkodrës, shumë faleminderit për ju.